Në qendrën komunitare dhe shkollën speciale të Korçës u zhvillua një aktivitet sensibilizues me rastin e 3 dhjetorit, ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, ku morën pjesë fëmijë, prindër, mësues, profesionistë të fushës dhe përfaqësues institucional. Ky takim kishte për qëllim promovimin e gjithëpërfshirjes, forcimin e mbështetjes sociale dhe ndërgjegjësimin për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kjo ditë nuk është thjesht një shenjë në kalendar, por është një ditë të thirrje për reflektim, për bashkëpunim dhe për mbështetje për këta persona, të cilët zënë një vend të rëndësishëm në shoqëri dhe na tregojnë që në fakt një shoqëri e fortë ndërtohet mbi bazën e barazisë, mbi bazën e gjithëpërfshirjes. Në këtë shkollë, pikërisht në ambientet e kësaj shkolle, është një shkollë e cila është rikonstruktuar në vitin 2020. Kemi mësues ndihmës, të cilët ju vinë në ndihmë këtyre fëmijëve dhe atë që unë dua të jap sot lajmin e mirë është që në këtë shkollë ne do mundësojmë dhe transportin e këtyre fëmijëve me aftësi të kufizuara. Si dita ndërkombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, ne si institucione duhet të ngrejmë zërin lart për të qenë sa më të bashkuar dhe për të dhënë shërbime sa më cilësore. Ne duhet të përpiqemi gjithmonë që të krijojmë një shoqëri sa më gjithëpërfshirëse dhe më të drejtë për të gjithë, jo vetëm për këta. Gjithashtu kjo ditë na kujton se personat me aftësi të kufizuar kanë po aq forcë, po aq talent, po aq kontribut në shoqërinë tonë dhe në komunitetin tonë ku jetojmë. Ky aktivitet shërbeu për të dhënë mesazhe solidariteti dhe shprese, duke rikujtuar se respekti, ndjeshmëria dhe gjithëpërfshirja mbeten vlerat kryesore për një shoqëri më të drejtë e më humane.